E të dashur me që rikëthujem në studio për të vazhduar me misafirin për ditën e sotshme. Ju vetë se ndëgjuat projektin e tij më të fundit, bëhet fjalë për këngëtarin Bekem Dehari, që nuk ka kush nuk e njeh, besoj është me vite të tëra në skenën shqiptare. Dhe projekti i tij i fundit ishte një projekt super i bukur, besoj që ju ketë pëlqyer edhe juve. Për më tepër do të kemi mundësi që të flasim së bashku me studion e emisionit tonë Vikend. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Është nacia jona. Neve sa po dëgjuam projektin, më trego se si erdhe deri tek realizimi i këtij projekti. Si erdhëm, me të vërtetë është pak e çuditshme se gjërat që bëhen pa i planifikuar dalin shumë më gjithmonë është ashtu. Dalin shumë më mirë. E kjo ka qenë krejt pa planifikuar, domethënë krejt ashtu erdhi, por fundi doli shumë i mirë. Do me thonë jam i knaqët. Një telefonat prej Kosovë erdhë, prej tekstshkruesit Guxon Shala, dhe tha, Bekim, tha, kam një këngë, tha, për ty, tha, besoj, tha, që të fletha kjo këngë, përshin. Edhe shkova dhe në Kosovë, do me thonë, Prishtinë. Takum në On-Set Studio, do me thonë, aty e kemi incizu, të Blerim Halili, të përshëndes të ditë. Edhe kështu ndodhi, po më pëlqej konga kur e ndëgjova, më pëlqej shumë. Edhe më do këtë ja dhash hakin. Sa ko mori për të realizuar këtë projekt? Shumë shpejt ka ardhur kjo. Shumë shpejt. Do me thonë, atë ditë telefonatat, mas nesit, do me thonë, shkova dhe në Prishtinë, e kënova aty për aty me tekst, me melodi sekretisht e rej, do me thonë. Edhe mrena një javë, do me thonë, krejt me videoklip me krejt të bo. Edhe videoklipi Back Production, Lirimi e përshëndes edhe atë, që ja ka dhonë edhe aj dheqe me ju dhe ka edhe aj. Më trego, cili ka qenë mesazhi që ke dëshiruar të përçosh deri tek gjithë publiku? Mesazhi i këngës. Po mesazhi ka shumë, po për fat keq sot po ndodhin shumë, se ajo balada flet për ndarje, për tradhti, po që nuk duhet me ndodh hiç, po me një far aspektin na shumë këngëtarë t'i këndojmë kësaj, do me thonë, po me një mesazh që me ju kujtu pak që nuk ban mu bo këto gjona shembull, po për fat keq po bon. Kisha lut mesazh, kisha thonë që pak mi morë gjonat pak mashtruar, mos me thonë fjallën e fundit parën, kisha thonë si mesazh, se ma kalon edhe mu këtë dikush, edhe po e përmeni, aj që ma ka pas thonë, jam konë shumë i ri, për vlezërve Curi, një Jazit Curi, përshëndes edhe vlezërve Curi, se kam bashkë punu shumë me to, edhe kjo fjallë merë tash prej një Aziz, do me thonë, na kemi pas për tjetër sen muhabetin, po kjo lidhët edhe për këtë temë. Do me thonë, fjallën e fundit mos e thujt parën. Definitivisht. Kjo është me të vërtet një mesazh shumë i bukur. A ka pas një histori interesante gjatë xhirimeve që keni realizuar? Gjatë xhirimeve ka pas shumë interesante. Se edhe gjatë incizimeve ka pas. Do me thonë, kallëzova që jo konkret si pa plan, dyqish si Bekim hajda apo vjen. Masan edhe te videoklipi, do me thonë që tash ka përparu teknologia, jo më thonë tash krejt kanë shku për para. Edhe na e banëm videoklipin mini studio, do me thonë, krejt e provizume. Edhe kur hina unë ati mrejna, thash, u habita, thash, aqëtu klipin ka me po. Ama masane kur dul shumë, jam i knaq shumë edhe prej klipit, sidomos fundit që ja ka dhonë shumë. E që ajo ke ajo habia, do me thonë, edhe na kina mendun që duhet me shku në ikona, me bo diçka. A i krejt që ati me një ven u bo, ama e boni... Si po duket kjo zhvillimi teknologjisë në këtë aspekt?
Po mirë, ajo, shumë mirë. Ma mirë mua ka, ma thjeshta, kur ta shish ti hop, diçka tjetër krej. Ma rahat. Ma Nuk keni rahat. nevojë më të udhëtoni vende, ajo shumë ose mirë. të kërkoni një vend bukur, realisht tash. Unë qysh ja lipa videoklipin, do me thonën, aje boni atë... Vetëm me një Po, ambient. vetëm me një ambient. A do me thonë, atë që e kum paramendune, ajo ka pas shumë punë tjera. A kjo me një vend nuk bo shumë mirë. Dhe pse në klip me të vërtet nuk vrejet shumë, Jo, është ati shumë realim. interesant. Po, a i shumë mirë e tha edhe një fjallë, tha krejt të klipi, tha është ideja, është se tha edhe një dardë, tha me incizu, tha me ditë me bo, tha dardën, edhe shka i pa. Thash, që kjo ke e fort, kërë më tha shumë, tha edhe veç një dardë, më konë, tha preja se i dardës, tha me ditë, me nëzirë, tha nëzirë shumë. Thash po, valloj, bravo të kopë. Si kanë qenë reagimet e para të publikut? Shumë e kanë pëlqyje, e kanë pëlqy krejt, dhe me thonë, kom marrë komente pozitive, shumë. Dhe me thonë, si për tekstin, që qëlloj guxoni shumë, teksti mirë, edhe blerimi që e realizoj, shumë mirë, edhe për videoklipin, kom pas shumë lavdrata. Ma gjithë se mu vetja së më pëlqen kur, shka ku më bona e sen, kur së më ka pëlqy. Mendoj që këtë gjë e kanë shumica e njerëzve. Po, ama të që kjo konga të qysh, jam tu të isha më s'pëm hi vetja në huja, se mi mu ka dok mirë. Do të rikthehemi disa vite shumë mbrapa jetës juaj, realisht fillimeve të karrierës. E mban mend ende fillimin tënd? Fillimi matë men Ose kush e zbuloi talentin tënd? Fillimi matë men s'harrohet, kur fillimin? Shumë i vogël jam kënë, do me thonë, shumë prej fmi. Se kjo lind, kjo vjen pi Zotit. Kjo është talent i lindur, po, nuk është me të blerë, si thonë. Edhe kjo shumë herët është. Masanej më ka ndimu edhe shoqëria kulturore artistike e Mindorakës, unë edhe valltar jam kënë në Mindorak. E që ashtu ka njësa jo, por muzikën sa herë këm pas, do me thonë, më ka ngrej muzika, do me thonë, krejt. Edhe ati në Mindorak, bile ku ushtrojshim ato garderobat, ato zire që bëjshin ushtrimi, ato orkestra. Unë e ka njerë shkishe e qesha derën ati ato në piskacin, pëshire mbyllë derën. Më bese këtu jam, unë e du, për këtu e kam, ama ishna shumë i vogël, edhe qashtu ndodhe, masane edhe e morën vesh që pak për di me knue, masane edhe si valltar, edhe Kur ka qenë para që të jota e parë në skenë, si këngëtar? Ka qenë shumë moti për patronat shkollës. Po shkollës Lirisa, atje ku mësune, do me thonë 10 vjetë, 4 klasë, sa për vjen pasë, 6 vjetë, 4 klasë jam konë. Familja se kam prit? Njerë ju vike interesant si fmi, shka të po, ama mirë, shumë mirë. Edhe familja kam prit mirë. Edhe vazhdoj. E mban mend kur ka qenë kënga jute pak më profesionale? Po, nata e qetë, në koncert, do me thonë shka jemi konë, e këmë pasknu kongën nata e qetë, gjumi natës nuk po zetujme, shto konë di shka e konga, shumë i vogël jam konë. Kjo konë patronati i shkollës Liri, më që konë marë pjesën ati me Emin Durakun, edhe si këngëtar. Edhe valltar, po edhe këngëtar. Konga jeme kështu e parë profesionale që thojnë albumet që i kumë pasë, ka qenë e hiti 92-shës, kumë pas një kongë gjithë më bone taj mëjnon. 92-shë në kongë kjo, kumë pas një album, e incizu me këtu në më të vëdysh. Ajo ka qenë viti 92, do me thonë, shumë herët. Shumë herët. 16 vjeqarë, albumi parë, do me thonë i imi. Pas të 93-ën e kumë pas album profesional me kompozitorën Vershin Gjergjin nga Shqipëria, Shqip, bas të Mindorakut albumi, me kongë pastër Shqipe që tojnë, jo të përzime. Edhe ati 93-ën o kone, dhe me thonë 16 vjetë albumi parë, 17 albumi dytë. E përmend që ke bu kongë të pastër të Shqipe. Si e krahason tash se kanë kaluar
shumë vite, gati se 30 vite kanë kaluar, që nga fillimi deri më tani. Si e krahason tash muzikën? Muzika nuk ka muzikë të keqe. Unë s'muj me thonë që ka kur muzikë të keqe, se muzika është muzikë. Po për me ndru ka ndru shumë. Në aspekt të mirë të keq? Po që tash nashta për këto të rritë është mirë, që tash s'pe di se këto 20 vjeçarë, këto ku me di që she, nashta e dojnë që ashtu, s'pe di. A për neva o pak prapë. Se për shembull ti e ban një zhondër sot që ndoshta nuk e do atë zhondër, ama e ban, se ki qare pa e bo. Se që ashtu pe lipin, po duhet edhe për me shkuti dikun shembull që po tiraj, po thot, a mund është edhe këtë zhondër, ti së në pithuj jo. Se që ashtu, ti thuj jo, a i shkon a i tjetëri shembull, apo kupton? Se o bo që po lipët. Ama na, para 20-30 vjetëve, do me thonën ti edhe ndarësëm, ke bo repertuar për me kënu ndarësëm, s'ke gudzuti shka mos me kënu ndarësëm, edhe ndarësëm. Jo, naj koncert, ose këtu më të vë për shembull. E kur kena orë këtu, naj kanë po kongët, naj kanë këshirë tekstet, a o shumë melodia, jo ti s'ke gudzu këtu me gjiru shka dush. Ama që tash, jo. Tash është këtë tjetër sen, ku me ditë. Cili ka qenë momenti që e konsideroni pikë kthese në karierën tuaj? Pikë kthese? Po pikë kthese në karierën, muj me thonë që ajo pinë 92 unë jam me qatë... Me qatë tempo? Me qatë tempo. A ke pas në njerë që... Jam sigur a i toponi që thëjnë as i frim, as i shfrim, ama une a i toponi qanë, shumë qanë. Keni pasur ndonjëherë gjatë gjithë këtyre viteve karierë që keni dashur ta lini muzikën? Ose keni heqë dorë? S'menoj, jo. S'ma merë menja që kum pas nëherë, jo, se këta e du shumë. Sepse e do, mirë po është një profesion i lodhshëm, të flasim të drejtën, sepse veçanërisht tani kur fillon sezona verore, për juve nuk ka pushim, për nuk ka asgjë të mirë fillt, nuk ka as afërsi, edhe me familja ndodh që edhe nuk shifeni, shkaku që keni çdo natë është... është e lodhshme, po e di kur ta mirësh me qef, me pozitivitet, e haron ata. Se si ta kapësh mikrofonin, masane e di që jetu bo me qef edhe nuk e një që, kur nuk e kumbo, e di që habeve s'ta baj, shembull, e di. Halo që të vjetë, do me thoni bona, edhe halo muj një ri që ka fillu, për shembull, me muzikë, halo muj mi ashku atina, me thonë... okej. Me energjin që keni që në kuptan. Po, halo i thamë, jam... Më tërgo, cila është gjëja me vështire profesionit e këngëtarit? Gjëja me vështire? Po, që e konsideron të? Me vështire këngëtarit, mos me ditë tekstin. Mos me haru tekstin. A ju ndodhë, shambull? Pa i ndodhë, që së ndodhë, a një stash që jo ngarku pak truni, i kena bo pak do vjetë, edhe nuk po knohen kongët. Shumica e kongëve nuk po knohen. Se ka ndru, dhe me thonë, stash ka ndru sistemi, ka ndru krejt, edhe ti do kongë ko me vjetë që si kemi knuna. Edhe stash kur ta lip najkush ose diçka, e para strofë mirë, e dyta së të kujtohet, ka hup krejt se nuk janë knu. Kjo ka ndodhë, a di pse ndodhë kjo? Se na jemi shembull një vjet pa punë. Se na për para kena knuna për lokale, restorane, gjatë tanë dimnit. Na shkuna për Zvicër shembull, kena bo muzikë. Tanë dimnit. E verës ndarsma, e shtash dimnit, ti kur punojsh natë për natë shembull, edhe kongë të reportarin i ndron, ato kongë si haron se ti veç i knon për natë ato kongë. Neve që ajo na mungon qëtash, për fat keq, se restoranet që kena knuna për para, na për restorane, na për kafe, na për bare, sa që janë bo krejt tjetër sen, mati nuk shkohet. Ashtë marre me shku mati. Në to ku kina shkuna për para, se s'ka lidhje kjo me atë që kina knuna për para,
E që për fat keq, është marrë me hi ati, edhe për qatë aspekte thash na kanë lënë pa punë, se na tanë dimnin jemi pa punë. Dhe me thonë me darsma, tek tuk diqka, sezona po dimri, me gjithë se kena punu edhe dimrit, që tash nuk punojnë atë që kena punu. Na i kanë mbo ato punën tonë, e kanë prish krejt, edhe që tash shumica e këngëtarëve nuk punojmë. Qash kanë dalë do farneja, shkojmë privat, pak ma ndryshe është. Ama sa do kudo që shokon për para që ke punu ti për çdo natë, ke fitu për çdo natë, po edhe prap ke fitu të kongët ku ke muhabeti që ke nuk i kishim haru mu konë kongët. Sepse i kishit përsëritur vazhdimisht këngët. E kështu është një pauzë gjatë për ta mbajtur mend. Unë qëtojnë, stash në këtë kohë, në telefon ja kom nisë me i shkru këngë që i kom haru do tekste do, edhe që dikush me libile me pas, me ja plëcu. A naj strofë se ti krejt këngën, jo që e kom haru krejt këngën, po naj fjallë dishka, me pabile. A kom do një këngëtar që deri më tani nuk e realizuar bashkëpunim, por që do të kishe pasur dëshirë të realizosh një bashkëpunim? Vallaj shumë ke vetë një pyetje të mirë se e kom përmend edhe njëherë, po nuk u bo. Moti e kom thonë këta, e kam edhe shok, edhe e du shumë, edhe e respektoj, është këngëtari Xhavit Sadiku. Moti e kom përmend që ati ta bëj një duet me ta, nuk po bo. Po inshallah nashta realizohet. Po shpresojmë. Po shumë mirë ke vetë po që të pyetje. A ke ndonjë bashkëpunim tani qatë sezonit veror që po planifikon diçka? Bashkëpunim nuk kam, thash jo. Me men po atë me kongë popullore që ke, që thash po, thash kam disa projekte tjera kam, thash për verës, diçka mas Bajramit Ismet, po menoj që si t'jemi shnosh një realizu. Do t'ke gjërat e bukura. Kthehemi tani të flasim pak për sezonën e verës së dasmat. Pa afrohet sezona e verës dhe besoj që mo datat vetë se janë më të rezervuara. Se i ngarkuar i me dasmë këtë verë? Unë jam standard me të kallëzu drejtën prej gjatë kohë. Ka ngarkes ka se jo relacioni, do me thonë, nuk është krejt me një vend, nuk janë, se pa gjumësia. Jemi të ngarkum, jo stresi. Masani na e kemi me fytë, e kemi me zonë, e kemi pak kur qomi pi gjumit. Se na flejna shumë, unë e flejmë gjatë sezonit, flejnë shumë se që të du të me flejtë me mush baterijet. Definitivi. Po. Ka stres, apo ban zonja, s'po ban zonja, i ka darsëm, e pak një ajo... A keni ndonjë ritual që bëni para dasmës ose gjatë sezonit veror, që kujtesini për diçka? Pushim do me thonë edhe mi urujt ftofjes pak, se edhe këto klimat në për restorana, këto në këputën këto që me thonë. Dhe ka njëherë dalmi jashtë në nxemis. Ati dalmi jashtë në nxemis. Se mbrana është ftoft. Shumë ftoft. Edhe ajo për ndikon njërësitja, dhe me thonë ajo, edhe masani pak zonit i duhet. Po. Edhe masani ngajna për doktorna, për mjek, jo antibiotika, jo sen, jo. Për mush. Ama mirë, na ka rrujtë zotin mirë, dheri sot mirë. Me gjithë se ka ngarkesë, shumë. Gurbet qartë. E banën këtë se, do me thonë, unë bu karierë që 36-7 vjetë. Po, prej fëmini, kështu profesionale kanë fjallën, se kjo ma herët është, po, që janë profesional. Për para nuk ka pas, kështu ka pas shtunëve, darsma, dilën, për shembull edhe, ama tanë vitin ke pas. E qëtash gurbeti e bani këto gurbet qartë, e banën që veç në sezon më konë se vinë, jo, që me qenë gjithë zbashku, po. Jo migja, jo vinë për gurbetit edhe aj pa ato s'mund me bo darsma, shembull. Edhe pak që ajo në ngarkoj veç 2 muj dit, ama 2 muj dit turbo. Turbo, sa për tër vitin.
Sa e rëndësishme është për një këngëtar atmosfera e dasmave shqiptare? Shumë. Shumë është. Nëse ja mi hakin shembull krejt, okej, ama unë e menoj nëse s'lidhen mysafirët me muzikën, do me thonë pak ajo edhe muzika këngëtari një të keq, e di që së ne kalla që dorë, ajo ndikon shumë. Shumë ndikon, du të më konë bashkë, do me thonë që të kapshëm të jep dionit. atmosferë, edhe këngëtarit jep vullnet, do me thonën që miro të shku darsë, ma di këtë qef, edhe ma ndryshe e merë muzika. Okej. A keni pasur ndonjë rast interesant që ju ka ndodhur gjatë darsmave, kështu ndonjë moment pa haruar gjatë gjithë këtyre viteve? Ka ndodhur shumë rast, me kom përmen, shumë do intervista e kom përmen ata me një fmi, kur isha tuknu edhe ato valzimi madh, ati darsme madhe, krejt, edhe shtash krejt në komë, ato të valzu, mu dikush për më prej ka komë të këtu, në bina, se bina pak, konë si e madhe pak, jo shumë, edhe aj për më prej mu dikush ka komë të, në kur këshirat, të kush për më prej ka komë të këtu, kur këshirin i fmi i vogël, ama shumë i vogël e i fmija, me në që ma hecë këti që ishe di, edhe unë ula poshtë tash, shka u bo, më tha uj, tha më pije, më bo një uj, ju kish pi uj ati fëmijës, edhe ka pati të valzu plot, ka thonë këto asë njoni së merë ndorë muë, a që kiri ka vesh drejt, kështu hajtë për shkoj të ki, edhe ertë unë, edhe unë e mora për dorë, shkova të tavolina, ja musha dhe uj, ja dhash e piti ujnë edhe ja thejri, shkoj. Ka shumë raste interesant, po që kjo pak ka pasmet interesant. Se ka thonë, i ka pa e kretë të livrit të këci ati, dhe me thonë nuk kanë nejtë me një ven, ama më ka pa mu veç mund të nejtë me një ven, ka thonë hajtë qëkë të qëki. Ka thonë, këmë mërët me më dhanë uj. Edhe ishe shtu shumë për uj. Sa është e problem për juve në për darsma veçnarish, se përmendëm e pak ma herët, kur ja u prishin atë rënditjen e këngëve? Repertorin, është pak problem, po du të më konë shmeton me kuptu edhe ata pak, edhe a i ka qef qashtu, saj nuk e di për shembull, është mirë me mujtë me ja gjetat, ja bo edhe qefin atina. Edhe me një moment kur përshtatet këngën Po edhe kur përshtatet, ja lexon për shembull urimin, këngën ndoshta ja vonon pakës. Po të se në herë na bojemi nervoz, na dasmë kur na vonon këngën. Po, ja lipëm hala se këndoj. Ka edhe nervoza që bon, po ka edhe nervoz që bon, valloj, po mas mirë ti është këngëtari nëse ja di renin, do me thonë darsmës, me alon këngëtarit në dorë darsmën edhe aje di qish e qonë. Po shtash edhe ka do që ndoshta nuk ja din renin, e mujnë me bo pak ato të lovijati, sidomos me urimet, shembull. Du të me ditë kur qish me ja gjetë, edhe aj me mujtë mës me të idhnu, po edhe ti me javonu ka pak deri sa të vjen ajo. Se ti s'munësh me ndru me prish atmosferën për një këngë, shembull aty. Çaja. Cili është prej qyteteve që e ke më për zemër kur shkon, edhe nuk e ke problem për atmosferën? Valloj, nuk kam ashtu, na kur shkojna e bojna qatë muzikë. Po du me thonë cili është Masevdali, cili prej qyteteve? Po, të kuptova. Se shumë lunë role dhe energjia e dasmorëve. Na kemi darsma shumë ka Presheva. Ka Presheva kemi shumë darsma. Kumanov, do me thonë, na Kret jemi, po ma shumë të kemi pas Kumanov, Preshev. Edhe ku pas thonë, njëherë moti të isha këtu në Preshev, të isha në një dahire kallët. Edhe, qajo, do me thonë, janë shumë Sevdali, mi përshëndet shumë. Nga tip këtë verë, ka projekte, të cilat vetë se po përpunuan, do me thonë, publiku ka që ka pret këtë verë. Po, që ka pret, po. Kam 1-2 projekte, nuk du mi
Jo që diçka, po tutna se po mi morin, po sa ta, masaj po... Okej, më së mirë të elam atëre do i prezentojmë. Apet këtu kina mi prezentu Pa tjetër me knacin më të madhe. Unë ju falemderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Shpresoj të takohemi sërish me projekte të radhës. Po, falemderit, inshallah veç për të mira, falemderit për ftesën, ju përshëndes, ju urej edhe juve suksese e veç të mira. Falemderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe të rikthehemi sërish në studio.